Jo, në fakt, na kemi arë 1996 në Gjermani, para lufte. Dhe normalisht këtu e mbrit në Gjermani, kam fillu shkollën dhe normalisht edhe të luaj futboll. Keni fillu në rangjet e reja të Ostrajk dhe Rot-Weiss. Qysh ka qenë përvoja fillestare të këto dy ekipe? Në fillim kam qenë këtu në Hagen, ku edhe jetoj këtu, afër Dortmundit. Pastaj, kur i bona 16 vjetë, deportova të Rot-Weiss Essen. Qëndrova aty një vit, pastaj deportova në Wolfsburg. Në Wolfsburg 2 dhe kontrata e parë, deputimi i parë profesional në te ekipi Bundesliga 2 FC Ingolstadt. Po, në fillim shkova në Wolfsburg, kam pas 3 vite të mira aty, fatkeqësisht kam pas disa lëndime ku nuk ka ardhur mundësia ndoshta dhe me debutu në Bundesliga. Ishte një përvojë shumë e madhe se kam pas trajnera si Klaus Augenthaler, Holger Fach, Felix Magath, kështu që më ka ndihmuar shumë zhvillona si lojtar dhe pastaj normalisht erdhi oferta nga Ingolstadti. Edhe aty në debutim ndaj Greuther Fürth keni realizu golin debutim. Po, ishte sezoni i parë për mua në Bundesliga dhe jam edhe lojtari i parë që ka shënuar për Ingolstadtin në Bundesliga. Megjithatë, nuk qëndruat më gjatë edhe aty, 2008-2009 lëvizni duke u bërë pjesë e Hanoverit. Po, në Ingolstadt të drejtën për mua individualisht ka qenë një sezon shumë i mirë. Dhe normalisht që pata disa oferte edhe nga Bundesliga dhe ishte në atë moment Hanoveri ku kam pas ndjenjë më të mirë, kështu që deportova në Hanover. Qysh ka qenë në atë periudhë për ty te Hanoveri, nëse s'gaboj ka qenë një kontratë që të ofru 3 vjeçare? Po, kam pasur 2 plus një opcion në kontratë. Qysh të ka duk periudat e Hanoveri, a të ka pëlqyja e periudhë? Të drejtën për mua u ka një ëndër, pasi e kom pas çdo herë ëndër të luaj në Bundesliga. Atëherë ishte Dieter Hecking trajner, që më dëshironte shumë. Fatkeqësisht nuk qëndroi aty shumë Dieter Hecking. Besoj që ai ka luftuar për mua shumë për të marrur në Hanover. Po pastaj normalisht nuk më shkoi mirë ashtu që unë kam pas dëshirën. Dhe pas një viti gjysi vendosa të bëj një hap tjetër ku deportova në Suedi. Te Orebro. Orebro, po. E aty e ke pas një sezon të jashtëzakonshëm. Po, viti i parë ka qenë shumë i mirë, të drejtën isha dhe lojtari i sezonit. Të drejtën viti i dytë nuk ka qenë ashtu që ka qenë viti i parë, po prapë këmë tregu vetën, kështu që shumë ekipe jenë kanë interesum. Dhe pastaj normalisht erdhi hapi shumë ëndra tjetër që u realizua në Spanje. Në La Liga të luaj me ekipe shumë të mëdha dhe ishte çdo herë një ëndër, pasi çdo herë kom përcjell këtë ligë. Dhe në atë kohë besoj edhe hala nga liga më e mirë në botë. Te Real Valladolid ka qenë një periudhë e jotja e mirë edhe në fakt regjistroni si shqiptari i parë që realizon gol në La Liga. Po, normalisht e një vetë shumë krenar që kam qenë shqiptari i parë që ka shënu atje. Dhe ishte një periudhë shumë e mirë. Të thëmë drejtën kam shiju shumë futboll në Spanjë, pasi besoj që edhe më kam venu shumë. Dhe kam di vetën shumë të luftur. Në mesin e asoj lige nuk është se është e lehtë të arrihet po mënej të ketë paraqitje të mira sikurse që keni pasur në fillim. Çfarë përshtypje të kalon La Liga në atë kohë?
Dihet mesin e shumë skuadrave të mëdha. Tam drejtën kur kam shku në fillimin e parë, e kam pa që është një nivel shumë i lartë i futbollit. Të gjithë lojtarët kanë qenë të shpejtë, të gjithë lojtarët kanë qenë të mençur, dhe taktikisht shumë të lartë. Në fillim ka vy pak kohë deri jam adaptu në atë ligë, po prapë besoj që kam pas shumë paraqitje të mira dhe kam bërë vetën shumë mirë, ka jap shumë një përshtypje të mirë, pasi thëmë me ekipën ndoshta më të mira në botë të historisë që ka Spanja me Barcelonën dhe Real Madridin. Nga aty nis edhe ëndra jote të bësh pjesë e kombëtarës së Shqipërisë. Po, ne pata fatin më herët edhe normalisht luaj edhe për Kosovën. Kam edhe aty 3 ndeshje që e di. Po, para pranimit në FIFA UEFA. Para pranimit, po. Me selektorin Albert Bunjaku, po. Nuk kemi qenë të pranuar, dhe normalisht që erdhe interesi kombëtares shqiptare, ju edhe aty çdo herë ka qenë një ëndër të luaj, dhe asë një sekond nuk kam menduar dhe normalisht që kam pranuar ofertën dhe kanë qenë shumë i lutur të i reprezentoj ngjyrat kuqezë. Pikërisht në vitin 2015 sigurohet edhe pjesëmarrja e parë në Evropian. Çush ka qenë ajo periudhë në përgjithësi për ty si pjesë e kuqezenjve? Po besoj që për të gjithë ka qenë një ëndër pasi mi kvalifiku për pari herë në kampionatin evropian, dhe të kontribuoj edhe unë ashtu, kam qenë shumë i lumtur. Normalisht kam pas disa probleme me disa lëndime sane ku ndoshta nuk e kam marrë apet formën atë që kam pas më herët, po prapë kam qenë shumë i lumtur pasi kemi realizuar diçka që ka qenë historik. Ku është Valdeti sot? Me çfarë merret Valdeti ditëve të sodit? Unë para 2 vite gjysmë e kam lënë futbollin si profesionist. Po. Hala luaj kështu pak si futboll të vogël, ashta keni dëgjuar Icon Ligën e Toni Kroosit që u përhap në Gjermani, futboll të vogël, ku luajmë 5-5. Aty jam hala aktiv. Edhe jam këtu në qytetin tim me familjen time, pak peshjoj, kohën pak me familjen time. Kam edhe këtu një sallë të futbollit ku kemi 3 fusha dhe kemi 2 shkolla të futbollit. Perfekt. Edhe normalisht që jam pak a shumë duke gjetë vetën se në drejtim të shkoj. Licencat kam fillu, kam bërë licencën dhe kam përfundu në Shqipëri dhe besoj që du të bëj edhe anë. Dhe të shikojnë se në drejtim do vendosi, po prapë dëshira është me qenë futboll, pasi është një pasion që e dua dhe vazhdimisht e përjetoj me gjithë zemrën. Normalisht kjo puna e licencave hap rrugën edhe ta hap opsionin për me qenë edhe trajner në të ardhmen. Po, është një opcion, të drejtën, për atë edhe kum fillu këtu licencat, besoj që kum ndryshu kulturat ndryshme të futbollit, kam qenë në Gjermani, ku kam luajtur në ligën e parë, ligën e dytë, gjithashtu në Suedi, një kulturë këtë tjetër të futbollit. Në Spanje, në Kinë kam qenë një vit, kështu që besoj që me përvojën time që kam bërë me kulturat ndryshme të futbollit, besoj që muna më jap të rive shumë me përvojën e time. A vazhdoni me pas kontakte me futbollistët e kombëtarës Kosovës, Shqipërisë, a takoheni? Tam drejtën mundona normalisht me majt kontaktet çdo herë, edhe kur I takoj ata djem që kemi luajtur së bashku, gjithashtu edhe të Kosovës, është çdo herë një kënaqësi dhe mundona normalisht të maj kontaktin sa më shumë. Mos tani pasi që kam përfunduar kontratën karrierën më falë. Po, do shta veç edhe një pyetje për fund, qysh e vlerëson periudhën tash të Shqipërisë, Surin edhe të Kosovës? A ke komi për cilë, qysh dokën 2 kombëtarët? A janë rrugë duhur? Po, pa tjetër I për cilë, çdo herë, besoj që Kosova me këtë kohë të shkurt kam bo hapa shumë të mbaj, besoj që
lojtarët e mirë po dalin, po jemi të suksesshëm. Gjithashtu edhe Shqipëria normalisht me kvalifikimin e Europianit prap ishte një sukses shumë i madh dhe normalisht ju uroj ty skuadrat të gjitha të mira dhe i përcjellë shumë me pasion dhe çdo lojë me plot emocione dhe çdo lojë që është mund që mundona me shiku. Gjithashtu je edhe në Kosovë shumë shpesh, nuk e harron Kosovën. Po jo, edhe tani ishte për yjet që i lujta, ishte një kënaqësi dhe kam qenë shumë falënderues që më kam ftuar. Ishte një kënaqësi. Gjithashtu edhe në Shqipëri jam shpesh ku mundoj me majt kontaktet. Kështu që çdo herë i lumtur. Faleminderit shumë Valdet për këtë intervistë, nuk po të mbaj më gjatë. Faleminderit, ishte kënaqësi që ishe pjesë e Radio Dukazhinit. Të dëshirojmë shumë sukses në vazhdim. Naim, shumë faleminderit edhe për te, i përshëndes të gjithëve. Natën e mirë.